الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندري الله سبحانه وتعالى صلوات والسلام تشوفشن بتدرجوا نتي محمد عليه الصلاة والسلام بفاميلنا ذا شوكتتي. محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله نكتاب التوحيد نكابيتول نباست باست flet për një mesele që ka të bëjë po ashtu me plotësim të tauhidit, pra gjërat të cilat mund ta paksojnë tauhidin, babun la yusalu bi wajhi Allahi illa al-janna. Nuk lutet Allahu në momentin kur robi i lutet Allahut në këtë mënyrë për fytyrën tënde, përveç se, pra nuk lutet për diçka tjetër përveç se për xhenetin. Pra, një nga mënyrat që i lutet robi Allahut është es'aluke bi wajhikal karim. Pra të lutem ty o Zoti im, me fytyrën tënde fisnike, për fytyrën tënde fisnike. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. Transmeton Jabir, hadithi është Abu Davud, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam la yusalu biwajhi Allah, pra ashtu siç ja ka vënë titullin kësaj teme, edhe ka përmend hadithin në vijim. Pra nuk kërkohet nga Allahu diçka tjetër përveç xhenetit kur thuhet në këtë mënyrë, pra kur i lutesh Allahu duke e përmend fytyrën e tij. Ky hadith nuk është hadith sahih, po është i dobët. Mirë po ka hadithe tjera që dëshmojnë përmbajtjen e këtij hadithi. Pra ka hadith që Sheikh Al-Albani rahimullah e ka bërë të saktë kur pejgamberi sa ose më ka përmend që është i mallkuar ai i cili pra kur e përmend fytyrën e Allahut lutet me diçka tjetër përveç xhenetit. Me një fjalë, përmbajtja e temës është qëndron sepse ka hadithe të tjera që e dëshmojnë një gjë të tillë. Wa munasabatuhu li kitab at-tauhid zahiratun. Pra lidhshmëria e kësaj teme me kitab at-tauhid, me librin e tauhidit është e qartë, anna ta'dhim sifati Allah adh-dhatiyya wal-fi'liyya min tahqiq at-tauhid. Madhërimi i cilësive të Allahut, qofshin ato veprat Allahut, apo qofshin qenies e Allahut subhanahu wa ta'ala, është nga plotësimi i tauhidit. Wa min kamalil adab wat ta'dhim lillahi jalla wa ala. Pra është plotësim dhe është edukat me Allahun subhanahu wa ta'ala. Nga cilësitë e Allahut është fytyra e Allahut. Pra ne e pohojmë atë që ka pohu Kur'ani, atë që ka pohu suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, ne ashtu siç dëshmojmë që Allahu subhanahu wa ta'ala ka veprat e tij, siç është krijimi, fuqia, dija, po ashtu ne e pohojmë gjithë ato cilësi që Allahu i ka përmendur dhe e ka cilësuar Allahu veten e tij, apo suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam i ka dëshmuar duke pohuar cilësitë e Allahut, siç është dora, fytyra, syri. Të gjitha këto ne i pranojmë duke mos ja ndryshuar kuptimin dhe duke mos i përngjasuar me krijesat. Pra, biduni at-tashbih wa at-takyif, as duke mos pyetur. Pra, ne japim kuptimin esencial të fytyrës, që ka për qëllim fytyra, por duke mos përngjasuar, as duke mos ja devijuar kuptimin. Duke mos ja devijuar kuptimin. Për shembull, Allahu azza wa jall zbret qiellin e dunjas në pjesën e fundit të natës dhe ne nuk e krahasojmë me zbritjen e krijesave. Dhe një nga shpifjet, akuzet, etiketimet që i bëhen ehli sunetit lidhje me kur thonë ehli sunetit që Allah është i lartësuar mbi arsh, ata thonë e përshkruajnë Allahin na ruaj me kur njeriu ulet mbi diçka dhe thonë e kanë bërë sikur ulet Allahu mbi arsh. Kështu nuk thot ehli suneti. As ka thon Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, apo siç thon që Ibn Taymija ka zbrit prej minberit dhe ka thon kështu zbret Allah. Gjitha këto janë shpifje. Pra, nuk mund të krahasohet. Ashtu siç nuk përngjason fuqia e Allahut
me fuqinë e njeriut. Ashtu nuk përngjason edhe dora Allahut me dorën e njeriut. Atëherë, përngjasim qenë ka dhe dituria, pra pe mohojmë edhe dijen. Po kjo është kufër, pra xehmit. Duke shku në këtë pikë e mohojnë edhe dijen e Allahut, fuqinë e Allahut. Prandaj lejse kemi fihi shej, Allahu nuk përngjason, asgjë nuk i përngjason, është i pakrahasueshëm. Dhe illa al-janna. Xheneti është darul karama, allati vendi i bekuar, të cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa vendi nderuar që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për ata të cilët janë ngarkuar me përgjegjësi dhe i kanë bindur pejgamberëve, ju kanë nështruar Allahut, wa wahhaduhu, dhe i kanë veçuar Allahun në adhurim, wa amilu salihan, dhe kanë bërë vepra të mira. Andaj, kjo është një mesele që neve na qartëson që kur t'i lutemi Allahut me këtë mënyrë, es'aluke bi wajhika al-karim, es'aluke bi wajhi Allah, apo kur es'alullah, pra kur e përmendim fytyrën e Allahut azza wa jall, duhet me lut vetëm ato gjana që janë të rëndësishme. Pra, që kanë të bëjnë me xhenetin, apo siç thonë dietarët, wala yajuz an yusal bihi ghayraha illa ma kana wasilatan ila al-janna. Pra, çdo sa që ka të lidhur me xhenetin. Pra, i lutesh Allahut që me këtë lutje duke përmend fytyrën e Allahut, çdo vepër që të çon drejt xhenetit. Apo au kana min al-umur al-azima au min lawazim as-su'al bil janna ka najati min an-nar, po ashtu njëkohësisht edhe nëse ti ruhesh nga zjarri, sepse kanë ardhur argumente kur kanë ardhur argumente nga Kurani, për shembull, kur Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë قل هو القادر على أن يبعث عليكم من عذاب من فوقكم ثوا يا محمد. Allahu është i plot fuqishëm që juve t'ja u sjell nga lart, pra nga qielli një ndëshkim, min fawqikum, dënim. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, a'udhu bi wajhika, o Allah, për fytyrën tënde na mbroj nga dënimi. Pra në këtë rast e ka përdor këtë lutje pejgamberi alayhi salatu wasallam duke thënë bi wajhika, për fytyrën tënde, au min tahti arjulikum, apo mund t'ju vinë dëshkimi në këmbët e juaja. Qala a'udhu bi wajhika, kërkoj nga ti të më na mbrosh për fytyrën tënde. Rawahu al-Bukhari, pra përmend këtë Imam Bukhari. Me një fjalë, me përmbledh këtë, është e ndaluar që me ju lutë Allahut duke ju drejtuar në këtë mënyrë, bi wajhika, për fytyrën tënde, me ju lut gjana që s'kan të bëjnë me xhenetin, apo s'kan të bëjnë me mbrojtje nga zjarri. Pra me ju lut për çështjet kësaj dunjaje. Po ashtu nuk është edukat edhe me emrat e Allahut, ja Hayyu ja Qayyum. Është lejuar, po prapë nuk është edukat nëse i lutesh Allahut për çështjet kësaj dunjaje që janë shumë të rëndësishme, me thonë ja Qawiyu, ja Aziz, ja Jabbar, emrat bukur të Allahut, fuqishëm. Për gjana dhe me thonë, pra ke nevoj për një punë, i lutesh Allahut subhanahu wa ta'ala me emra të bukur, pra zgjerohesh për një çështje që ndoshta nëse zgjedh një punë tjetër është edhe më e mirë se ajo. Pra i lutesh Allahut me emra të bukur dhe me cilësitë e tij për gjëra madhështore. Por nëse është pyetje për fytyrën tënde, vetëm jo për çështjet dunjas. Kjo është mësimi i parë. I 55. Ajo çka është në vijim, babu ma jaa fi law. Tema që ka të bëjë që është pjesë e tauhidit, plotësimi i tauhidit, është plotësimi i tauhidit, të mos përmendet shprehja law walaita, sikur, law, sikur, sikur të kisha vepruar kështu, sikur të mos kisha vepruar kështu. Pra, kjo e dobëson tauhidin, sepse nuk je i bindur thellë në kaderin e Allahut. Wa qawli Allahi ta'ala, ka sjellur argument Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, 2 ajete nga Kur'ani, pra ajetin 54, surës Ali Imran, 154, 168. Yaquluna
e përmend një pjesë qëndrimit të hipokritërve në luftën e Uhudit. Hipokrit në Medinë janë shef, munafikat. Munafikat zakonisht shfaqen momente kur e shohin fuqinë e tyre. Pra, zakonisht ne shohim se si na luftojnë një pjesë e madhe tani më, se nuk kanë nevojë me qenë munafikinë. Ata dalin haptas kundër Islamit. Pra, është habitshme me thonë që ka munafika sot shumë, nuk ka, sepse e shfaqin atë fal kufrin e tyre. Por në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, muslimanët kanë qenë fuqi dhe Abdullah ibn Seluli, pra ka qenë një hipokrit, i cili para se marrë pejgamberi alayhis salam në Medinë, ai ka bë fitnën mes Ausit dhe Khazrejit. I ka shti, pra i ka fut sherr mes tyre, pastaj i ka ndrejsh, pra ka qenë një njerëz që ka bë fitnë të mëdha, ka pas autoritet. Ka pas famë të madhe, kur ka ardhur pejgamberi alayhis salatu wasallam aty i ka humb fuqia. Dhe ai tani e ka shfaqë Islamin, u shparaqit vetëm formalisht. Dhe ai ka u mundu me fut fitnë. Me një fjalë, Allahu i përshkruan që luftën e Uhudit, kur muslimanët kanë qenë afër 1000 vete, Abdullah ibn Seluli afër 300 vete i ka nal, i ka kthy prapa. Luftën e Uhudit, kur në shkuën në Uhud, ja 300 vete Abdullah ibn Seluli i ka pengu. Yakuluna law kana lana min al-amri, ata që kanë shku, munafikat një pjesë që kanë shku, ma qutilna hahuna. Disa prej tyre që kanë shku, çka kanë thonë? Law kana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna. Dhe sikur të kishte qenë në shtëpit, sikur të pyeteshim ne për këtë gjë, nuk do të vriteshim këtu. Pra kanë thonë luftë, sikur të pyeteshim ne, pra munafikat e kanë pas për qëllim, sikur ne të vendosnim dhe të na mirët mendimi, nuk do të kishim marrë këtu luftë. Apo Allah përshkruan në ajetin tjetër, qala alladhina li ikhwanihim, ju thanë atyne ata munafikat për vllazërit e tyre, këtë rast është për qëllim vllazër nga gjaku, se bëhet fjalë për sahabët, bëhet fjalë për muslimanët. Wa qa'du law ata'una ma qutilu, sikur na u kishin bind ne, nuk kishin më vrarë në Uhud. Kështu kanë thonë munafikat. Me një fjalë, këto ajete, këto argumente është për qëllim që është përdorur fjala law, sikur. Kur munafikat kanë thonë sikur të mos kishim marrë këtu si ishim vrarë, sikur të mos kishim marrë këtë hap, nuk kishte më ndodhur kjo, apo mos fitore që kanë konsideruar ata, do të na kishte ndihmuar Allahu. Pra e kanë favorizuar mendimet e tyre, idetë e tyre, që po të ishin respektu mendimet e tyre dhe fjalët e tyre, do të kishin triumfu. E s'do t'ju kishte ndodhur ajo që ka ndodhur në Uhud. Kështu dhe me thonë, pretendonin munafikat. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, kul law kuntum fi burujin, pastaj ajeti kuranor, ku Allahu subhanahu wa ta'ala e përshkruan, përmend ajete se edhe si kur t'ishti në shtëpijat e juaj, ju vdekja do t'ju zanë. Ku do që t'ishti? Pra, momenti i vdekjes, Allahu i kundërshton munafikat, që momenti i vdekjes, ku do që t'jeni, po ashtu dhe në ajete tjera Allahu qarson, ku law kuntum fi bujutikum, la baraza alladhina kutiba alehimul qatlu ila madajihim. Pra, dhe në shtëtet e juaj, ku do që t'jeni, kur Allah e ka bo emër, ju keni me shku në vend me dhonë shpirtin. Walau kuntum fi burujin mushayyada, në ajet tjetër, pra nëse jeni fortifikatat, thellat, larta, ku do që t'jeni të fuqishme, të mbrojtura e xhelit, askush nuk mundet me ikë. Transmetohet nga Abdullah ibn Zubairi, an abihi, që transmeton nga, ka thënë Zubair, laqad ra'aytuni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina ishtadda al-khawf alayna. Kemi qenë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, kur na u ka shfaq një frikë pra, në Uhud, ka qenë një moment shumë i vështirë, para si me hynë betej. Dhe Allahu ja u ka një mëshirë ka zbrit për besimtarët, ja u ka dërgu një kotje, e nuas. Pra është e përmendën në Kur'an, që Allahu ka zbritur, pra
an-nu'as. Thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan. Pra pas asaj brenge që kanë pas musliman, anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan. Nu'as është kotje, as nuk është njeriu në gjumë, as nuk është i zgjuar. Dhe njëna është prej Allahut, tjetra është prej shejtanit. Në luftë është prej Allahut, namaz është prej shejtanit. Pra kotja, Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thonë, dy kotje janë. Nu'as, pra nu'as është moment kur nuk prishet abdesi. Pra e dëgjon njeriu po s'din çka u ka flet. E nëse kjo ndodh në luftë, pra njerëzit kur janë para lufte, para beteje, para momentit të vrasjeve, normal se aty gjumi është shumë shtije me zonë. Por nëse i zë njerëzit kotja, kjo është pëshirë për Allah. Pra qetësohet, truni pushon, shtetesh në Allahun dhe pastaj lufton. Mirë, por namaz nëse është, kjo është për shejtanit, prandaj edhe kërkohet që duhet me ulë dhe me pushu dhe jo mos më fal. Thot Zubair, në ato momente ersala Allahu alejna an-nawm. Allah na ka dërguar këtë lloj nuasi, gjumin. فما منا رجل إلا ذقناه في صدره فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير. Thot pasha Allah unë kam dëgju fjalën e Mu'attib ibn Ushayr. Ky njeri pra që i cili ka thënë law kana lana min al-amn. Pra ka thënë këtë fjalë hipokritave, sikur na kishin ngu ne s'kishim marrë këtu. Pastaj kanë zbrit ajetet dhe i ka dëgju ky sahabi se si kanë zbrit ajetet. Pra ka pa munafikin ty fol, pastaj ka dëgju ajetet. Dhe më teja u ka tregu sahabëve se si ka qenë kotje, po i ka dëgju munafikat duke folur në këtë gjendje. Çfarë na lidhet neve me këtë temë, me Kitabut Tauhid, është se njeriu, qalbul muwahhid al-mu'min, zemra e atij që e veçon Allahun në adhurim, dhe o besimtar, la yakunu muhaqqiqan mukammilan lit-tauhid, pra nuk e plotson tauhidin. Derisa ta ka të qartë se kullu shay'in bi qada'i Allahi wa bi qadarihi. Çdo san që ndodh me kaderin e Allahut. Wa anna ma fa'alahu sabab min al-asbab. Dhe ajo çka ka ndodhur dhe çka do të ndodh është për shkaqeve, madhin qadruhu fi khalqihi. Është shkruar dhe ajo nuk mund ndryshohet. Pra فإذا كان كذلك كان القلب معظما لله عز وجل في تصرفه في ملكوته. Pra ai që ka këtë zemër është i sigurt edhe madhron Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj këto shprehje leu sikur apo lejte sikur të kisha vepruar janë shprehje të shejtanit. Pastaj ka argumentuar me një hadith fi sahih an Abi Huraira, sahih Muslim, transmeton Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Kujdesu në gjërat të cilat janë dobishme për ty. Ihris ala ma yanfa'uk. Pra përqendrohu, bëhu i kujdesshëm në gjërat që janë dobishme për ty. Ktu është një fjalë e shkurt për mbajtja është shumë e madhe. Pra kur lexosh tauhid, në akide, lexoj ato që janë dobishme për ty. Usul thalatha, gjëra që janë parimore për ty. Kur lexosh në fik, mëso kitabus salat, kitabuz zakat. Kur të mësosh në sirën, mëso për jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra ihris ala ma yanfa'uk. Kujdesu për ato që ty të bojnë dobi, më të rëndësishme. Qoftë për din, qoftë për dunja. Pra sepse ne shohim njerëz që humbin kohën me gjëra të kota. Po marrim një shembull. Për shembull, një person ka shkruar një hoxh, ka shkruar libra të shumta, dhe ai konsideron, domethënë, që ka bërë një punë shumë të madhe. Qase të koha, po nuk di si në librat e tij, edhe mendon që aty ka dituri. Kur e hapa një, vetëm ta vështroj se çfarë ka shkruar këtu, fjala e parë që shira, citatet presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, domethënë, a ka kohë muslimani më marr me kësi librash? Përveç që ai është, nuk është njeri i sunetit. Po ta zom sikur edhe një ishte njeri i sunetit. Edhe njeri që mbron davën e hlysun është i përpikt, nëse shkruan një libër të tillë, çfarë dobi e ka njeriu me lexu libra të tilla?
Pra mund të dëmtoni mendjen duke lexu tema të kota. Pra njeriu është nefsi i tij, mendja e tij është sikur një enj, siç ka thënë sahabët, pra nëse mbush me hajra e mbushet me gjëra të kota. Se mbush me hajra e mbushet me gjëra të kota. Prandaj ihris ala ma yanfa'uk, bëhu i kujdesshëm ajo çka të kanë dobi, bën dobi ty. Ajo çka është më e dobishme për ty. Më e dobishme për ty. Pra, wasta'in billah, mbështetun Allahun. Mbështetun Allahun, wala ta'jazanna. Edhe mos u neglizho. Wala ta'jazanna, mos u plagështo, mos u bëj dob. Wa in asabaka shay'un, e nëse ty të godet një diçka, fala taqul, mos thuaj law sikur anni fa'altu, sikur unë kisha vepruar, lakana kadha wa kadha. Do të kishte ndodhur kështu, do të kishte ndodhur kështu. Walakin kul, mi po thuaj qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. Qaddara Allah, këta ka shkruar Allahu, ka bo qaddara Allah, wa ma sha'a fa'al, dhe ai vepron çfarë të dëshiron ai. Fa inna, për ndryshe law, fjala law, kjo shprehje law, taftahu amala ash-shaytan, ash-shaytani. I hap dyrt e shejtanit. Pra, ajo që ka të ka ndodhur në kaluamën, ajo ka qenë shkruar dhe ajo është çështje që nuk mund të përsëritet, ka qenë shkruar si për gjunahet, si për veprat tjera të dunjas, njeriu duhet të mendoj për të kaluarën duhet pendimi dhe për dunjan duhet përmirësimi ose mësimi, marrja e mësimit. Por asesi i dëshpëruar, sepse ka qenë me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Ka qenë me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Pra Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, veprimet që i ka bën në marrëveshjen e Hudejbijës, nuk ka thonë sikur të kisha bo, sikur të kisha vepruar, por më njëherë ka thonë, pra dini që ka qenë kundër marrëveshjes, edhe ka kundërshtuar marrëveshjen. Çka ka bëu Omer radhiyallahu anhu? Ka dhënë istighfar, ka dhënë sadak për gabimin që ka kundërshtuar pejgamberin alayhis salatu wassalam. Mirë po nuk ka thonë sikur të mos kisha bëuat, sikur të kisha bëuat, mirë po ka marrë mësim dhe ju ka thonë aty më është qartësu se duhet me ndjek pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ajo është mësim që na çdo herë duhet me kuptu që pejgamberi alayhis salatu wassalam është hak. Pra është i dërguar i Allahut dhe ka dhënë lëmosh. Pra njeriu për gjunahet që i ka bë, nuk duhet me thonë, pse i bona, po të merr mësim. Njeriu të merr mësim, pra të përfitoj. Pra sahabët kanë kaluar një pjesë të jetës në gjunahe, në kufër, në shirk, në armiqsi ndaj pejgamberit alayhis salatu wasallam, e kanë pranuar Islamin. E kanë pranuar Islamin dhe Allahu ja u ka mundsuar me vdeksi sahabit nderuar. Ebu Sufjani ka shku, pra kemi përmend që ka qenë momentin vetëm një shtiz me godit Hudhejfe radhiyallahu anhu dhe ai më ekzekutu dhe aty më vdek kufër. Mirë po Allah ja ka mundësu pas qirimit Mekkës me pranu Islamin. Pra me qenë prej sahabive të nderuar. Kjo është pra leu, sikur nuk duhet përdorur. Nuk është mangësi në tauhid. Edhe një temë tjetër që nuk është e gjatë, babu an-nahy an sabbi rih. Po ashtu pjesë që është e plotësimit të tauhidit, është apo mungesë në plotësimin e tauhidit. An-nahy an sabbi rih është ndaluar me shajt erën. An Ubay ibn Ka'b, transmetohet nga Ubay ibn Ka'b në Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, la tasubbu riha, mos e shani erën. Pra frymen, i thonë, kur vjen erët e fuqishme. Fa idha ra'aytum ma takrahun, kur shihni erërat që vinë dhe nuk ju pëlqejnë, pra tokën frikshme, faqulu, pra në dëmshme, thuani Allahume inna nes'aluka min khayri hadhi rih, o Zoti ynë, kërkojmë nga ti të mirën e kësaj ere.
wa khayri ma fiha, dhe e mira që vjen me të, wa khayra ma umirta bih, dhe të mirën që ke urdhëruar, wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih, dhe o Allah na ruaj ti nga e keqja e kësaj ere, wa sharri ma fiha, dhe nga e keqja që është, wa sharra ma umirat bih, dhe nga e keqja që është, pra që mund ngoditet prej saj. Sahahu Tirmidhi. Pra çfarë? Ar-rihu makhluqun min makhluqati Allahi al-musakhkhar. Pra erat janë krijesë që ka krijuar Allahu, pra i nënshtrohen Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ato lëvizin me lejen e Allahut, wa hiya kad-dahri la tamliku shay'an. Ato e dorën e Allahut, sikur koha që është dorën e Allahut. La tudabbir amran, ato vetvete nuk ecin, ato i udhëheq Allahu, cakton me lajke që ato lëvizin me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj an-nahyu lit-tahrim, kjo është e ndaluar dhe nuk bëhet fjalë nëse përshkruhet që ka qenë një ditë e vështirë, e ashpër, ditë e vështirë, kjo nuk bëhet fjalë këtu. Pra nëse njeriu e përshkruan një udhtim nëpër malet e larta dhe ka shkëptima, ka era të fuqishme, ka pas domethënë frikë, vështirësi, kjo nuk bëhet nëse përshkruan. Mirë po, nëse njeriu e shan apo e mallkon, apo e hong dreqje, apo termat ngjashëm, na murën qafë, termat domethënë na prishi këtë, na boni atë, boni domethënë mënyra që shpreh pakënaqësi ndaj veprimit. Pra kjo është ndaluar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka pa një erë të fuqishme, pastaj çështja tjetër. Neve na mëson çfarë më thon. Nëse shohim errat, frymën, pra nëse shohim që nuk është e lehtë, apo që shohim që mund të sjellë dëme, apo ne duhet të bëjmë dua. Po ashtu neve e kemi qartë nga ky hadith se ato mund të sjellin dëm dhe dobi. Pra mund të jenë shpërblim dhe ndeshkim. Pra frymat, errat, ato mund të bëjnë të shkatrojnë, por këto janë për kujtim. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam kur ka pa re të zeza që po afrohen, është friksu. Alam tasma'i li qawli ulaik, kur pejgamberi alayhis salatu wasallam ka pa një re duke u ersuar në qiell, dhe khalu ru'ya dhalik fi wajhi, ju ka ndryshu fytyra, حتى تمطر السماء فيسر عنه ويسر عليه الصلاة والسلام. قالت له عائشة رضي الله عنها ثاني يا رسول الله لما ذلك؟ pse ndryshove këtë pamje? قال ألم تسمعي لقول أولئك؟ I ka thënë, a nuk e ki dëgju popullin e Adit, populli i Adit, kur mesin e tyre ka qenë Hudi alayhis salam. Ata ju ka ardhur një dënim nga një re e zezë, dhe asaj reje të zezë i ka parapri një thatësi shumë e madhe dhe kanë pas nevojë shumë për ujë. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, kur e kanë pa duke afruar ajo mes luginave ajo re, domethënë ata qalu hadha 'aridun mumtirna, ata kanë thonë kjo është po vjen për ne dhe do të zbret shiun. Bel huwa ma ista'jaltum bihi, am po guteni, fi rihun fiha adabun alim. Ajo do të sjellë një rih, një erë të fuqishme, që do të jetë dënim i dhimbshëm. Pra ky pjesë e ajetit, pra e përshkruan fjalën e popullit Hudit se si populli Ad si e kanë prit këtë me gëzim kur e kanë pa, mirë po ajo ka qenë brendësi në dënim dhe i kanë dënuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra me një fjalë duhet kemi kujdes raport se sillemi me Allahun subhanahu wa ta'ala, siç ishte që ku të lutemi Allahut me pas edukat me emrat e Allahut, cilësitë e Allahut, pastaj me shprehjet se sikur po ashtu edhe raport me atë që ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse është vepër Allahu, zësan është me lejen e Allahut, siç janë pra qofshin ato tërmete, qofshin ndryshime pra atmosferike që i përmendin, ndryshimet që këta
do me thoni i përshkruajnë me terma që nga njëherë dhe nuk mund përshtatën mirë, por sido që tjetë, çdo san që ndodh me caktimin me urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Kaq ishte, wa sallallahu sallam ala nebina.